pas të drejtorës drejt aeroportit të Rinë, të nisën drejt siç e thamë. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në mbledhjen e përjafshme të grupit parlamentar socialist, nga ku u tha deputetëve të tij se do të vijohet betejë ligjore në lidhje me vendimin e GKK-s për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Përmes një mesazhi në rrjetin socialik, kryeministri publikoi konkluzionet e kësaj mbledhje, duke paralajmëruar se zgjidhjen e shikon përmes ndryshimeve ligjore. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, por ndan tek rrugëzgjidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Kjo do të thotë ndërhyrje në kodin e procedurës penale për të qartësuar nenin ku parashikohet pezullimi një anëtari të kabinetit qeverisës, nën të cilin përdori SPAK dhe mori aprovimin prej GKK-s për zëvendës kryeministren Balluku. Po ashtu, kryeministri tregoi se çfarë do të ndodhë me kërkesën e SPAK drejtuar kuvendit për të lëshuar autorizim arrestimin ndaj Ballukut. E vetmja palë përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, ku në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për ta trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit. Kryeministri pati edhe një mesazh për prokurinë e posaçme, kur tha se SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Liria dhe e drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preket, vetëm garantohet. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Sipas kryeministrit Edi Rama, funksionet e padelegueshme kushtetuese nga i anëtarit të qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen kurrësi nga askush, duke u nisur nga një emër i përvetshëm, sepse pezullimi paralizon funksionimin pra institucionin që ajo drejton.